Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të Drita Televizion, jemi së bashku në emisionin What Happened Today? Çfarë ka ndodhur sot? Data sot shënon 1 mars dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. Një marsi është dita e 60 e kalendarit gregorian. Kështu që deri në fund të vitit kanë mbetur edhe 304 ditë. Ngjarje 1565. Portugezët themelojnë Rio de Janeiro. 1872. Është themeluar Parku Nacional Yellowstone në SBA, i pari park nacional në botë. 2002. Sulmi SBA-s mbi Afganistanin. Operacioni Anaconda fillon në lindje të Afganistanit. Lindje 1810. Lindi Frédéric Chopin, kompozitor polak. 1941. Lindi Koçi Petriti, poet shqiptar. 1945. Lindi Xhevair Spahiu, shkrimtar shqiptar. 1954. Lindi Ron Howard, aktor, regjisor, producent filmi amerikan. 1969. Lindi Femi Çakolli, studiues i letërsisë, poet dhe publicist. 1994. Lindi Justin Bieber, këngëtar kanadez. Vdekje 1792. Vdiq Leopoldi II, mbret i mbretërisë romake, mbret romako-gjerman. 1911. Vdiq Jacobus Hendrikus van Holf, kimist hollandez. 2012. Vdiq kantautori famshëm italian Lucio Dalla. Festa dhe përvjetore. Dita e pavarësisë së Bosnjës dhe Hercegovinës. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Gjim Belushit, i cili është një aktor me prerardhje shqiptare. James Adam Belushi, ose Gjim Belushi, lindi më 15 qershor të vitit 1954 në Chicago. Është aktor amerikan i kinematografisë, teatrit dhe televizionit me prerardhje shqiptare. Jeta e hershme. Fëmijërinë e rinin i kaloi në Vaton. Është fëmia i tretë, një nga 4 fëmijët e Adam dhe Agnes Belushit. Baba i tij, Adami, emigroi në SBA duke lënë vendlindjen në fshatin Qytez në vitin 1934 në moshën 15 vjeçare, ndërsa nëna e tij, Agnes Belushi, lindi në SBA, ishte bi e një emigranti shqiptar. Vëllai i tij më i madh ishte John Belushi, po ashtu aktori famshëm i skenës Hollywoodit dhe shoqërisë në SBA. Belushi studioi në Universitetin e Illionit, të quajtur Southern Illinois University, dhe u specializua në degët e artit, të shprehurit dhe teatri. Paraqitja në skenë. Në vitin 1977 deri në 1980, Gjimi punoi së bashku me grupin teatror të Chicagos, të quajtur The Second City. Gjatë kësaj periudhe prezantohet si debutant në televizion më 1978 në Who's Watching the Kids. Po ashtu, kishte disa pjesësa në serin Brian De Palma dhe Fari. Roli i tij i parë ishte në filmin Michael Mann Thief, që nga viti 1983 deri në 1985 shkroi dhe mori pjesë në programimin e mbrëmjes së shtunës Saturday Night Live. Kulmin e famës së tij, drejtorit kryesor, arriti me rolet ndihmëse në About Last Night dhe Salvatore, luajti role në filmat Real Man, The Principal, Red Hat, Taking Care of Business, e të tjerë. Po ashtu, Gjimi punoi në filmat Vizat e Mor. Një ndër sinkronizimet është dhe ai në filmin Vizat e Mor Geppetto, një version i filmit artistik Pinocchio. Është i martuar 3 herë dhe ka 3 fëmijë. Sipas prezantimeve të tij në skenën e shoqërisë amerikane dhe në përgjithësi me intervistat e tij,
a i mburet për përjardhjen e tij shqiptare. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti, sot kam përzgjedhur për të folur rreth frutit të papajës. Papaja është një frut tepër i shëndetshëm tropikal që i përket familjes Caricaea, ku origjina e tij është nga Meksika dhe Amerika Qendrore. Sot ky frut kultivohet kryesisht në vendet me klimë tropikale dhe ato subtropikale. Ky frut tropikal ka shumë vlera ushqyese dhe njihet veçanërisht për sasinë e lartë të antioksidantëve që mund të zvogëlojnë inflamacionin, të luftojnë sëmundje dhe t'ju ndihmojnë të dukeni më të rinj. I pasur me lëndë ushqyese, papaja përmban sasi të kalciumit, magnezit dhe vitaminave B1, B3, B5, E, K, C dhe A. Gjithashtu përmban antioksidant të shëndetshëm dhe shumë proteina. Redukton qelizat tumorale. Ullumtimet sugjerojnë se likopeni tek papaja mund të zvogëlojë rrezikun e kancerit dhe mund të jetë i dobishëm për njerëzit që trajtohen për kancer. Papaja mund të funksionojë duke zvogëluar radikalet e lira që kontribuojnë te kjo sëmundje. Mund të përmirësojë shëndetin e zemrës. Shtimi i papajës në regjimin tuaj ushqimor mund të përmirësojë shëndetin e zemrës. Studimet tregojnë se frutat e larta në likopen dhe vitaminë C mund të parandalojnë sëmundje të zemrës. Antioksidantët tek papaja mund të mbrojnë zemrën tuaj dhe të rrisin efektet mbrojtëse të kolesterolit të mirë. Mund të luftojë inflamacionin. Inflamacioni kronik është rënja e shumë sëmundjeve. Ushqimet jo të shëndetshme dhe stili jetesës mund të nxisin procesin inflamator. Studimet tregojnë se frutat dhe perimet e pasura me antioksidantë si papaja ndihmojnë në zvogëlimin e inflamacionit në trup. Mund të përmirësojë tretjen. Enzima papain te ky frut mund të tresë më lehtë proteinat. Njerëzit në tropik e konsiderojnë papajën si ilaç kundër kapsllëkut dhe simptomave të tjera të zorrës së irrituar. Mbron lëkurën kundër ndëmtimit. Përveç mbajtjes së trupit tuaj të shëndetshëm, papaja mund të përdoret dhe mund të ndihmojë lëkurën tuaj të duket më e tonifikuar dhe rinore. Vitamina C dhe likopeni tek papaja mbrojnë lëkurën tuaj dhe mund të ndihmojnë në zvogëlimin e shenjave të shkaktuara nga dielli. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Ndërkohë rreshtit e shiut pritet që hera herës të jenë në formën e shtrëngratave dhe stuhive të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 19 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare 1 deri në 11 metër për sekond në drejtimin juglindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 9 deri 14 gradë Celsius, Kukës 3 deri 8 gradë Celsius, Peshkopi 8 deri 13 gradë Celsius, Tiranë 11 deri 17 gradë Celsius, Durrës 12 deri 14 gradë Celsius, Kavaj 12 deri 15 gradë Celsius, Elbasan 11 deri 19 gradë Celsius, Berat 10 deri 18 gradë Celsius, Korç 4 deri 9 gradë Celsius, Vlorë 12 deri 17 gradë Celsius, Gjirokastër 8 deri 15 gradë Celsius, Sarand 10 deri 13 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për ditën e mërkurë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjedhime dhe vranësira kalimtare. Ndërkohë, në disa pjesë të vendit parashikohet të ketë rreshje shiu. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 2 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale
parashikohet të jetë 11 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovic 5 deri 9 gradë Celsius, Podujev 2 deri 7 gradë Celsius, Skënderaj 3 deri 10 gradë Celsius, Pej 5 deri 8 gradë Celsius, Prishtinë 3 deri 10 gradë Celsius, Gjakov 6 deri 11 gradë Celsius, Malishev 5 deri 11 gradë Celsius, Gjilan 4 deri 11 gradë Celsius, Ferizaj 5 deri 11 gradë Celsius, Kaçanik 6 deri 9 gradë Celsius, Prizren 4 deri 11 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale, Instagram, Facebook, Twitter dhe TikTok. Ndërkohë, nëse dëshironi që të na ndiqni live, mjafton të klikoni në web drita.tv. Kjo ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision, ndërkohë ju ftoj të ndiqni programacionin në vijim të Drita Televizion.